Projekti i Bashkisë Kuçov për instalimin e sistemit të monitorimit me kamera në kryqëzimet kryesore të qytetit tashmë ka përfunduar. Ky investim synon rritjen e sigurisë publike, parandalimin e shkeljeve dhe mbështetjen e institucioneve ligjzbatuese në përmbushjen e detyrave të tyre. Sistemi i ri mundëson monitorim të vazhdueshëm 24 orë në 7 ditë të javës, duke garantuar një reagim më të shpejtë në raste emergjente. Kamerat janë vendosur në pika strategjike të qytetit, duke përfshirë akset kryesore rrugore dhe zonat me fluks të lartë lëvizjeje. Ky sistem pritet të ndikojë pozitivisht edhe në menaxhimin e trafikut dhe disiplinimin e drejtuesve të mjeteve. Gjithashtu, ky projekt përforcon bashkëpunimin mes institucioneve vendore dhe strukturave të sigurisë, duke krijuar një mjedis më të sigurt për komunitetin. Banorët e Kuçovës e kanë mirëpritur këtë nisëm, duke konsideruar një hap të rëndësishëm drejt rritjes së standardeve të sigurisë në qytet. Vendosja e kamerave të sigurisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një qyteti më të sigurt për të gjithë qytetarët.